Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se dëshiron një përfundim të plot të problemit bërthamor me Iranin, duke theksuar se doj që vendi të hequr kryesisht nga armët bërthamore. Të deklarata Trump i bëri për gazetarët në avionin presidencial amerikan gjatë kthimit në Washington pas pjesëmarrjes në samitin e grupit të 7 shteteve më të industrializuara që u mbajt në Kanada. Të ishin dorë kryesisht, tha Trump. Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, është kaq e thjeshtë. Trump sa se ai mund të dërgojë emisarin amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff apo së vendus presidentit J.D. Vance për të takuar me Iranin. Megjithatë, ai shtoi se varet se çfarë do të ndodhë kur të kthehem. Kur u pyet nëse Izraeli duhet ulë intensitetin e sulmeve ndaj Iranit, Trump sa se këtë do ta kuptojmë brenda 2 ditësh. Asnjëra palë deri më tani nuk e ka ulur intensitetin. Udhëheqësi amerikan sapo ashtu se nuk ka parë sinjale deri më tani se Korea e Veriut apo Rusia janë përfshirë për të ndihmuar Iranin. Sipas tij, Washingtoni po punon që të ndihmojë amerikanët që po duan të largohen nga rajoni për shkak të dhunës. Shtëpia e Bardhë ka thënë më herët se Trump ende synon që të arrijë një marrëveshje bërthamore me Iranin. Megjithatë, vicepresidenti sa se nuk po synon që të arrijë një armpushim mes Iranit dhe Izraelit, edhe nuk ka kontaktuar me Iranin për mbajtjen e bisedimeve bërthamore. Nëse duan të flasin me mua, e di se si të më kontaktojnë. Ata duhet të kishin pranuar marrëveshjen që ishte në tavolinë. Do të kishte shpëtuar shumë jetë, shkroi Trump në Truth Social. Ndërkohë media izraelite raportoi se SHBA po përgatiten të bashkohen me një sulm ndaj Iranit, nëse presidenti Donald Trump jep dritën një shire. Një zyrtar tha se Komanda Qendrore Amerikane mendon se duhet bashkohet, por ka zyrtar të lartë në administratë që aktualisht po e kundërshtojnë këtë veprim.